Qarku i Vlorës shënoi pjesëmarrjen më të ulët në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në rang vendi me 31.4%. Qytetarët e lidhin këto fenomen me disa arsye, por më kryesorja janë largimet, por natyrshëm që ka edhe një zhgënjim në klasën politike shqiptare. Në opinionet e dhëna për televizionin 6+ nga Vlora, qytetarët vlerësojnë pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhje si angazhimin e migrantëve tanë në këtë proces të jetë rëndësishëm. Sipas qytetarëve, migrantët ju përgjigjen me seriozitet ftesës për të votuar. Pjesëmarrja do bëhet ish kjo. Kjo që do pjesëmarrja do shumë më e madhe, po janë interesat e personale të secilit që ka bërë llogarin. Po të shikosh edhe në të Vlora e fundit. Pjesëmarrja thash edhe një herë e fundit, po rëndësi njerëzit po i japin jetës sistemi dhe ne themi me drejt po ikin fëmia, po ikin. Edhe tash i shikojmë tek votat që diçka interesim kuptohet që po duke qenë të parat unë them që mirë votat andej, ndërsa këtu është thash edhe një herë interesi ekonomist. Pra votat e diasporës ishin pëlqyeshme. Ishin pëlqyeshme për të parat ishin dhe siç po flasëm ne si flet politika jon, po ikin, po pjesëmarrja në votim është diçka u interesojnë që këtu të ndryshojë. Votime. Pjesëmarrja ulët shumë pak. Vlora e fundit. Sa? Si gjithmonë Vlora. Sa? Çfarë ka ndodhur tani? Ka shumë arsye. Nga ana tjetër vota e diasporës të kënaqur me pjesëmarrjen? Po deri tani po. Pastaj më mbrapa të shoh. Ne do votime. Jo, pjesëmarrja ishte e mirë, rezultati ishte i thellë, këtë vend e më mirë. Votime si e vlerësoni e dobut ishte apo jo? Jo, mirë. Mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Po pse? Cilat janë arsyet? Mjaftueshëm kaq. Po pjesëmarrjen e diasporës si e vlerësoni? Shumë të mirë diaspora. Edhe rezultati shumë i mirë. Juve pjesëmarrjen e qytetarëve vlonjat si e vlerësoni? Aq popullsi sa ka këtu shumë e mirë ishte. Ajo dukesh në përqindje, dukesh dhe në numërin e votave që doli, shumë e mirë. Po diaspora? Po dhe diaspora ishte sikur të note që të vinin të votonin këtu nuk do vinin kaq njerëz. Kjo që një zgjidhje e mirë, do me thënë, për të gjitha partitë. Si? Pjesëmarrja ishte e dobët në votim? Kish ishte e dobët. Po shumë pak dobët, Vlora e fundit për pjesëmarrjen. E po aq. Aq e Vlora. Çfarë problemesh ka? Po aq e Vlora është. Cilat ishin Se jep më shumë. Nuk jep më shumë, aq dha dhe para 4 vjeç. Po pjesëmarrjen e diasporës? Emigrantëve? Me atë diasporës nuk e di, se gënjej dot. Ka edhe qytetarë të cilët nuk pranojnë të përgjigjen dhe që me shumë mundësi janë të zhgënjur nga politika në këto vite. Lera nuk duhet pras, nuk jam. Faleminderit. Vlora ishte qarku me numrin më të ulët të pjesëmarrjes në zgjedhjet e 11 majit. Përqindja e pjesëmarrjes e ulët që është në orët e para të ditës dhe gjatë paradites, ndërsa erdhi duke u rritur vetëm në mesditë e pasdite.